Hetimet për vrasjen e 55 vjeçares së Bardhe Ziçi në Shkodër janë përqendruar tek pista e xhelozisë si motivi kryesor i krimit që tronditi mesditën e 9 korrikut. Sipas të dhënave paraprake të policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në zonën e Unazës Lindore të Shkodrës. Dyshohet se pas një debati të zhvilluar në dyqanin familjar, Shtjefen Ziçi është futur në banesë, ka marrë një armë gjahu tip çifte dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të bashkëshortes, duke i shkaktuar vdekje në vend. Nga hetimet rezulton se 55 vjeçaria ka tentuar të largohej për të shpëtuar sulmit, por nuk ka mundur. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentet para krimit ku autori dyshuar i kërkon bashkëshortes telefonin celular. Ky episod, sipas testuesve, besohet se ka qenë shkaku i debatit që parapriu ngjarjen dhe ka orientuar hetimet drejt pistës së xhelozisë. Nga ana tjetër, mbrojtja ligjore e Shtjefen Ziçit kundërshton këtë version. Sipas avokatit, ngjarja ka qenë aksidentale dhe arma është krepur teksa 55 vjeçari po e pastronte pa dieni se në të kishte ende fishek. Mbrojtja pretendon se arma ishte mbushur disa ditë më parë nga bashkëshortja pa e njoftuar atë. Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, autori dyshuar nuk ka dhënë ende një deklarim zyrtar parajtuesve, ndërsa pritet të merret në pyetje sapo gjendja e tij ta lejojë. Çifti ishte prindi 2 fëmijëve, një djali që jeton në Kanada dhe një vajze, oficere në repartin ushtarak të VAUTD-s. Shtjefen Ziçi punonte si taksist dhe merrej gjithashtu me furnizimin e dyqanit familjar, ndërsa Bardha Ziçi administronte aktivitetin tregtar. Banorët e zonës i përshkruajnë të dy si njerëz të qetë dhe thonë se nuk kishin ndjeni për konflikte të mëparshme mes tyre. Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar motivin që çoi në krimin e rënd.